I ftojmë me duar Turkite, unë big up Jean Misi dhe Tepaj Marici. Bonjour, monsieur Musi. Bonjour. Mirë se erdhën në Folship Show. Mirë se vetëm, koleg. Mirë se erdhët në Folship Show. Herzlich willkommen, mirë se erdhën në Folship Show, Mr. President. Oh, Monsieur Président. Mr. Presidenti Apes, Apes, në fakt jam edhe unë antar i shoqatës. Dhe Mr. President respektoj me thrasëm se në fakt është kryetari i shoqatës Apes. Ashtu. E kështu që ne shqiptarët pa qenë me detyrë i respektojmë mysafirin. Le mo tjetër me detyrë. E kështu që apo jo ne. Zoti Jean Musi është presidenti i shoqatës. Po. Së gazetarëve ndërkombëtar, që përmbledh kryesisht gazetar të huaj botror, në të mediave prestigjioze, kryesisht që janë të akredituar në OKB. Po. Dhe njëkohësisht edhe kryeredaktor i Radio Zonë. Kryeredaktor edhe drejtori i Radio Zonë. Po. Në Gjenevë. Po, unë si që dini, e udhëheq një gazetë zvistrane në gjuhën shqipe, Le Canton 27, që do të thotë kantoni i 27. Kantoni 27. Po, pak e shumë pedeli. Se Zvicra i ka sa 26. E që Se 27, tash do të pyesim më vonë. Shkojmë Se të 27. Jean apo si të drejtori? Jean, Monsieur Musi. Non, mais Monsieur Jean. Président. Ah, Mr. President. Ouais, Jean, c'est très bien. Jean? Oui, très bien. Jean Besër, okej, po drejtojmë Jean se kolegi mirë djali i ri është oui, edhe jemi trendik, domethënë jemi shok. Jean, si po kalon? A je mirë edhe si po ndihesh sot në shtëpinë tonë? Comment ça va, Monsieur Jean? Comment tu te sens chez nous, dans notre maison médiatique? Bah, c'est passionnant à découvrir. Une télévision kosovare, pour moi, c'est bien. Ça fait plus de 40 ans que j'ai travaillé dans l'immigration, sur l'immigration avec ma radio. Donc, je me sens tout à fait bien ici. Jam shumë i kënaqur që gjendem me një medium kosovar, bili po e them pak më mirë, po e korrigjoj, në medium shqiptar, që i cili punon me migrantët që 40 vite ashtu me radhë. Unë shumë i kënaqur që gjendet për herë të parë për një medium shqiptar. Okej. Si është dhe sa përgjegjësi është me qenë kryetar i shoqatës Apes, e cila ka rreth 100 gazetarë nga e gjithë bota dhe nga OKB-ja. Qu'est-ce que ça signifie être président d'une association internationale de journalistes qui s'occupe dans tous les médias, de tous les événements en Suisse, avec 800 membres de votre association APS? Beaucoup de travail déjà. Et puis surtout, il faut avoir un esprit fédérateur pour rassembler tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Il y a des journalistes qui travaillent pour des médias d'État, d'autres pour les médias privés, des radios, des télévisions, des photographes, des caméramans. Donc il faut fédérer la profession pour l'intérêt général de la profession. Nuk është edhe aq lehtë, është një profesion me mjaft përgjegjësi, sepse të i drejtosh vetëm se të një kombi është shumë lehtë. Po megjithatë aty është gazetar multietnik, të gjitha vendeve, të gjitha kombeve. Dhe ta gjesh një gjuhë të përbashkët me gjithë, nuk është edhe aq lehtë, po megjithatë pja dalim. A mund të na tregoni shkurtimisht se çka është APES dhe cili është qëllimi i saj? I'll try also in French, maybe. I've written it down. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'APES et quel est son objectif? Alors, l'APS a été créée en 1928. C'est une vieille dame qui aujourd'hui a bientôt 100 ans et qui a été créée pour rassembler les journalistes correspondants étrangers, c'est-à-dire en gros, ils peuvent être suisses ou étrangers, mais pour des médias situés hors de Suisse. Donc, autrement dit, on représente les médias étrangers en Suisse. Shoqata e gazetarëve, për kthehet kështu, APS do të thotë Association de Presse Étrangère en Suisse e Liechtenstein. Do të thonë asociacioni i gazetarëve të huaj në Zvicër dhe Liechtenstein, që të bën që është i themeluar që nga viti 1928, që do të thotë se kemi gati 100 vjet, një shekull që funksion kjo shoqatë, kryesisht gazetarë të OKB-s, që të bën kryesisht media, përfaqësues të mediave botërore. Është ndërkohë angazhimi madh Jean dhe është lodhje madhe për një person me mbajtë edhe drejtor edhe kryeredaktori i një radio, por edhe presidenti i një shoqate të gazetarëve, të dyja apo mundesh mi balancu? Est-ce que c'est facile de tenir, être chef rédacteur de votre média? En même temps, vous êtes président d'une association internationale de la presse. Est-ce que vous arrivez? Bien sûr, je fais ça depuis déjà une vingtaine d'années. Et en fait, c'est complémentaire. Parce que quand on connaît bien son métier, avec ce que nous faisons dans une radio, dans la presse écrite, il faut justement bien connaître le métier pour s'intéresser au métier des autres.
Po, nuk ka problem, me qenë se jam I lidhur me gazetarin ka vite që 20 vite, 25, depuis 40 ans, 45 ans. Ouais. Ouais. Dans ma radio, mais Voilà, je veux dire, tout à avec fait. l'APS, après une vingtaine d'années. Që me APS-in, me shoqatën kombëtare të gazetarëve, mirët që 20 vite, edhe kryetari është që 10 vite që I prinë gazetarëve botëror. Sa është gazetaria sot në nivel? Dhe a ka ndiku rrjetet sociale tek gazetaria? Que pensez-vous aujourd'hui sur les médias, sur le journalisme aujourd'hui, parce qu'on a pas mal maintenant des réseaux sociaux. Après tout ça, on a aussi intelligence artificielle. Il y a pas mal de choses que on a Internet, pas comme à l'époque avec machine à écrire. Maintenant, on a tout. Valla, zgata shumë këtë pyetje ose abona ka gjatë. Vetë ka. Ah ouais, Bien, justement, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il faut des journalistes qui défendent la profession et le journalisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le journalisme? C'est d'abord la recherche de la vérité. Et il faut vérifier l'information, il faut être fiable. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on en a, on a beaucoup d'informations fausses, beaucoup de propagande. Et justement, le journaliste, il est là pour dire la vérité. Bien entendu que ça fait toujours un peu sourire les gens, mais en fait, que la réalité, c'est qu'il faut toujours et inlassablement vérifier et donner une information sûre. Vërtet, keni arsye me pyetja ju është me për të vend, sepse sot edhe rrjetet sociale kanë shkaktuar një sër të lashesh, konkurenca është pyetje, pastaj kemi informacione të ndryshme që vinë fake news, dezinformata, propaganda e tjera, dhe çdo informacion duhet të verifikohet dhe të vërtetohet që të plasohet në media, në opinion. Pra duhet rishikohet me kujdes sa është I saktë apo jo. Donc il faut vérifier toujours l'information. Toujours. Toujours. Jamais arrêter. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut continuer malgré la facilité que tout le monde a de dire aujourd'hui je suis journaliste parce que j'écoute ceci, cela. Ouais. Non, le travail c'est de prendre une information, de la vérifier, de l'analyser. Il faut savoir lire, écrire, il faut lire une culture aussi pour comprendre, pour croiser les données, pour donner une explication aujourd'hui aux gens, aux événements. Parce que ce n'est pas simplement être en porte-micro, il faut savoir aussi expliquer les événements. Nuk është shumë e thjeshtë të jesh edhe gazetar, për shembull vetëm se një çantë e mban mbrapa ose një mikrofon, por është edhe të hulumtosh informacionin, të bësh një lloj mënyre të investigosh, të bësh hulumtime deri te informacioni I saktë, të dilet para publikut me informacione korrekte. A beson që media zvicerane është në ndikim të propagandës ndërkombëtare? Oui, pensez-vous que quand même en Suisse, il y a une influence des communautés internationales, par exemple par la Russie ou bien par les États-Unis? Bien sûr, il y en a partout. Dans tous les pays, il y en a. La question justement, c'est pas parce qu'on est en Suisse qu'on est loin de tout cela. Il faut tout vérifier, parce qu'il y a beaucoup de secrets en Suisse. Non, pas que le secret bancaire, il y a aussi beaucoup de secrets. Donc il faut justement vérifier, chercher l'information. Il y a des problèmes avec les lois, parce qu'en Suisse, certaines lois ne permettent pas certains accès aux informations. Donc il faut chaque fois travailler, arriver à informer, investiguer pour chercher cette vérité qui n'est pas toujours donnée, qui est parfois cachée. Sigurisht, edhe në Zvicër, si kur gjithë vendet, ka ndikim, ka influencë, mediat e huja, edhe këtu në Zvicër, bile ka gjëra sekrete, që Zvicra I shef her pas here, unë s'pe thonë, po, zoti Muzi, I fshef her pas here? Po, her pas here, disa mediume, për shembull, ka influencë dhe disa gjëra sekreta, për shembull, bankat fshehin sekrete, dhe shumë gjëra tjera. Pra, do më thonë, është vërtet që media në Zvicër nuk I nxjerr gjitha horliqet siç I nxjerrim ne në Ballkan të paktën? Donc on peut dire que les médias en Suisse, ils cachent quelque chose? Je ne pense pas que les médias cachent quelque chose. Il y a tout simplement des limites de la loi. Je prends un exemple. Récemment... Nuk besoj se mediat më shefin, por si shteti mund të ketë diçka, prandaj do t'ju spjegoj. Pse bëhet kjo fshehje për trujtje imazhin në shtetit apo për arsye tjera? Pour quelle raison l'État il veut cacher? Pour non, garder l'image? C'est pas l'État qui veut cacher. Voilà. Il y a des règles et des règlements. Alors on est obligé d'aller jusque ce que la loi autorise. Je donne un exemple. Récemment, il y a un exemple. Récemment, il y a une banque suisse qui a été dans l'actualité parce qu'elle a visiblement
fait des contraventions à la loi, etc. Le problème, c'est que les journalistes suisses ne peuvent pas véritablement investiguer officiellement, donc ils travaillent avec des consortiums de journalistes internationaux qui ont sorti l'information à l'étranger et que les journalistes suisses vont reprendre. Voilà la limite un petit peu de l'exercice. Po ka të lashe, për shembull, do disa gjëra sekrete, dhe rregulla, janë di gazetarë për shembull të huaj ose të tjerë që informacion mund ta sepse kjo sipas ligjeve nuk mund të kesh akses të deportosh në informacione, por ka disa gazetarë që nxjerrin ato informacione, por i shpërndajnë jashtë e ata jashtë i ribotojnë. Për shkak rregulla ligje. Politika dhe shteti zviceran njihet ndërkombëtarisht që është neutral. Media sa është neutrale? On sait très bien que la Suisse, c'est un pays démocratique, tolérant, même neutre. Alors, les médias, est-ce qu'ils sont neutres ou pas? Est-ce qu'un média peut être neutre? Je veux dire, il y a deux choses. Il y a d'une part des médias d'opinion, qui sont liés à des partis politiques, il y en a beaucoup en Suisse. Et puis, il y a des médias d'État, qui ont une charte aussi, qui doivent un petit peu donner la parole à tout le monde. C'est les médias d'État, que la télévision, radio et télévision nationale, il y en a 3, même 4, pardon. Et puis, il y a aussi des médias indépendants qui ont plus de liberté, peut-être, mais aussi qui peuvent prendre plus de risques. Ouais. Po, plotësisht keni të drejtë arsye, ka dy lloj gazetarie, shembull, një është gazetaria e shtetit, domethënë që ka 3 televizione dhe ka agjensinë ATS SDA, që janë të lidhura me shtetin, që japin informacione zyrtare serioze, por në anën tjetër kemi edhe media të pavarura, që japin që edhe informacione tjera që edhe rrezikojnë. Këtu në Zvicër kemi medium të shtetit. Na gjermanisht e thojmë SRF, edhe shpesher ka debat politik që na me ligj duhem mi pagu. Do më thënë, është një shumë, diku më do 400 frank në vit që duhet me pagu. Edhe ka shumë debat, sepse në onën e djathtë, sidomos, po dojnë me ndalu këta, do më thënë, mos me pagu atë shumë për shtetin. Sa beson Jean Musi që kjo mund mi bo dam demokracisë ose opinionit publik në Zvicër? Më falë, përsërit edhe një herë, lutem, pardon. Po, SRF-i që quhet gjermanisht, Ja, SSR. po, është mediumet të shtetit. Le media deleta. Që duen na kretë mi pagu. Që nuk po peje. Po. Edhe ka politikan që dojnë mos me pagu më atë shumë. Me ndalë pagesën. Me ndalë pagesën. Il y a des politiciens qui veulent réduire ou bien enlever tout cet paiement. Bilak, Serafe. Voilà. A beson që mund mi bo dam kjo demokracisë? Pensez-vous que ça peut empêcher la démocratie? Ça réduit toujours les possibilités parce que moins vous avez de fonds, moins vous avez d'argent pour faire un bon programme de qualité avec des journalistes assez nombreux pour couvrir l'actualité. Évidemment que ça sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué. Mais il faut savoir qu'il y a des stratégies en Suisse. Certains partis politiques, notamment très conservateurs, un certain leader ont acheté beaucoup de journaux gratuits. Donc finalement, les journaux gratuits, c'est quoi? C'est un ou deux journalistes qui font un travail pour 20 000 ou 50 000 ou 100 000 copies, c'est pareil. Autrement dit, là, il y a aussi une pauvreté de l'information, évidemment, mais c'est voulu. Oui, ça peut arriver, c'est vrai. Pardon. Montendo. C'est compliqué être. En plus, c'est gratuit. Parce que si j'étais paiement, je vais être plus. Deshta them se po si unë gratis, prandaj edhe po ngatron nga njerëzit. Absolutisht. Po, deshta them se po ekzistojnë të mundësi, për shkak se edhe për shkak reduktimit të çmimeve ka edhe politiciaj që mund të ndikojnë këto që çmimet të zbresin, por nuk do të jetë ku më di çfarë gazeterie efektive, sepse nëse kemi më shumë lekë mjete, do të jenë edhe emisionet më produktive. Kalojmë pak tek gjigandi Nefael Maliqi. Merci, danke. Biteshën. Ne si e du kalu në Zvicër tash sa vite dhe me gazetari tash sa vite. A është vështirë, a i lodha akoma apo jo? Alten, pikam ja nis. Duket se jam që 100 vjetë. Që 100 vjetë, unë 850 vjetë. Kush smje 50 vjetë? 45, sa. Gati 60, dhe s'tu hipë të nalë. Po, Alten, s'pari unë ju përgëzoj për këto emisionet që i keni, televizionit, t'juv, po që për Shqip, që i një bën një shtëpi informative madhe, që po kontriboni, po ndikoni shumë edhe në integrimin e shqiptarëve në Zvicër, që janë de jure 300.000, de facto rreth 400.000 shqiptarë sot kemi në Zvicër,
dhe ju një bë edhe një zëdhënës të komunitetit shqiptar që po bëni promovimin e sukseseve të shqiptarëve, të diasporës shqiptare, njëkohësisht edhe promovoni edhe çështjen tonë kombëtare, rujtjen e gjuhës shqipe. Absolutisht. Por gazetari unë shpesh thom për Zvicër, por me qenë Zvicër, unë nuk shpesh e përdori nuk është vetëm sa fat, por edhe privilegj. Sidomos ne kosovarës, çfarë kemi hek me regjime serbe, me regjime tjera, me vite me shekuj, të jesh në Zvicër sa do është privilegj. Ka dhënë Zvicra gjitha kushtet për me heste para, nëse don. Dhe unë jam që sa gazetar që 40 vite, më duket se çikum le jam gazetar. Unë e dini jam nga Presheva, jam Zvicër që 40 vite gati, 35 vite. Vetëm se me gazetari, fillimisht kam punuar për televizion, shkupin gjuhë shqipe, pastaj kam punuar për Deutsche Welle në gjuhë shqipe, BBC, Geneva Post në Gjenevë, gazetën e kom drejtuar Presheva jon 11 vite, pastaj te Bota sa 11 vite, edhe tash së fundi kam një gazetë zvitrane që 5-6 vite, Le Canton 27, që do të thotë kantoni i 27, që edhe ne si ju, ndoshta bashkë si ju jo, se ju jeni më të mëdhej, po bëjmë përpjekje që të bëjmë integrimin e shqiptarëve, të bëjmë promovim e suksesit. Pse kantoni 27? Pse? Sa kantoni ka Zvicra? 26. E shkojmë tutje, tjetër pyetje. Po, ama pse e kuptoj atë, po pse ku jeni bazuar për ta bërë 27-ën? Për shkak se fillimisht mi dhanë unë nuk e dua shumë folklorin, jo Kosova, Albania, jo, po edhe Zvicrant e pëlqejnë këtu shumë. Mbili kur ishte tash te kryeministri shqiptar i Kosovës Albin Kurti, këtu ishte zonja presidentja e Zvicrës, zoti Parmele, kur e shtrova pyetjen se bënën një marrëveshje rreth EFTA-s në Davos, konferencën ndërkombëtare për ekonomi në forum, edhe kur e shtrova pyetjen se ata folën se shqiptarët janë të integruar, kur i thash Le Canton 27, ja paske gjetë me vend, sepse sa duke do shqiptarët, edhe në Kosovë është, si thonë edhe kanton 27 atje, sepse kur ka këtu një gushti kur festohet dita nacionale kombëtare e Zvicrës, njëkohësisht edhe në Kosovë festohet. Sepse po absolutisht mbushet edhe Kosova plot me flamur të Zvicrës. Fakt. Shumë është e vërtetë. Edhe në këtë platformë ka kryesisht domethënë temë rreth komunitetit shqiptar. Po kryesisht bën për integrime, për sukseset, por edhe bëjmë luftën edhe kundër krimit të organizuar, sepse si çdo popull, si çdo edhe ne kemi telashet tona. Po megjithatë integrimi është prioritet tek ne. Se mas shumë të shkruhet lajmet e zeza, më shumë se sa të lajmet pozitive shkruhen nëpër media. Pse është kjo? Pse është kjo mania nef që mu shkruajt veç zi? Edhe mos mu shkruajt pozitive asnjëherë, sa njerëzit i kemi për shembull, po flas në mediat përgjithësi, nuk po flas për gazetën tuaj, por në përgjithësi. Është mania me nxjerr vetëm llom, zi, keq, terr, errësirë e mos me nxjerr pozitivitet, mirë, sukses në gjithë anët. Alten, sot mediat nuk janë si përpara. Ka ndryshuar sistemi, kanë informacionet, konkurrenca, lufta të jesh i pari me lajme, dhe kështu që sot lajmet më të zeza apo pornografike shkojnë më shumë se lajme serioze kombëtare. Shkojnë më shumë. Disa e bëjnë për klikime, për like, për viral, për pare. Tjera, dhe unë gazetarin si profesion, unë për shembull me qenë gazetar, shpesh thom nuk është veç puna me dash, po me gazetarin dush më dashuru. Unë që për vitesh jam i dashur me gazetarin dhe e du bili shpesh edhe thon këta, nuk e kam vetëm profesion, po edhe mision kombëtar. Që ndihmoj çështjes tonë kombëtare ta ecim. Unë kam pas disa vizite me shoqatën tonë A5 me Zhambuzi në Kosovë, në Maqedoni, 3 herë në Kosovë kam pas, sepse Kosova, shqiptarët, Shqipëria, Kosova, Lugina Preshevës, Maqedonia ka nevojë për sensibilizimin e çështjes kombëtare, sepse ne shqiptarët gjithë ditën flasim nëpër media tonë po asgjë nuk mund të më ndiku nëse nuk bëjmë miq të huaj dhe ta bëjmë më shumë, ta bëjmë sensibilizimin e çështjes tonë kombëtare në arenën ndërkombëtare. Po marrësh. Po sa janë të pavarur edhe të lirë mediumet në Ballkan, në Kosovë, sidomos në krahasim me tjera vende këtu në Perëndim, në Zvicër. Gazetaria fatkeqësisht ka ngesë në Kosovë, edhe në Shqipëri besa. Kur thu ka ngesë, çfarë do thotë? Ka ngesë. Është mbarur? Është disa janë tepër abuzojnë me shprehjen e lirë. Okej. Janë dy grupe gazetarisë. Po. Disa abuzojnë edhe fyhen njerëzit, fyhen pa kur far kodeksi, pa kur far programi, pa respektu mediat, edhe ka tjetra gazetarian që ndojnë bosët politik,
që bile dhe ekspert ndërkombëtar, Reporter Sans Frontières apo edhe Reporter Sans Frontières, federata ndërkombëtare, shpesh edhe thonë se qëndron edhe mafia politike mbrapa mediave në Shqipëri apo edhe në Kosovë. Ju dini për 20 vite kur është të punët të propaganda. Ju dini se para invazionit të Kremlinit në Ukrainë ka dhënë 30 milion, Rusia, ka dhënë Putini, ka dhënë 30 milion euro për media në Ballkan, të cilat i prekin media në Kosovë, Shqipëri dhe në Serbi. 30 milion? Po, edhe prandaj sot kemi situatë destabilizuese në Kosovë. A dihet se cilët mediume i kanë pranuar ato parë? Ato vetëm se bosat. As gazetarët nuk e din. Ti Badjava e pyeti me rrogën për Rusisë. Ai thotë unë nuk di, shefi ma jep rrogën. Edhe nuk është mirë dhe miron qafë do një gazetari. Po vetëm se bosat të qëndrojnë pas medjave, ata mund ta dinë. Veç kësaj. Kjo është lajm, a? Kjo është faktuar kjo apo është publike kjo që po thotë apo? Lajm është. Është bërë, është media, është zbuluar kjo. E din në shërbimi sekret, e din shteti këtë. I din. Po, një, e dyta, veç edhe pak. Unë fjala se në Kosovë, sipas një raporti ndërkombëtar që kam në Amerika, jepet çdo ditë 1200 lajme. Nga 1200 lajme, aty kemi 800 të mediave të huaja. Propaganda ruse, Sputnik, Tajnjug, shkaki aty e tjera. Russia Today. Po, Russia Today, që ka ndaluar Gjermania, dhe shumë të tjera mediat ruse që e kanë influencën në Kosovë dhe në Shqipëri. Vetëm se 400 lajme janë shqiptarëve, domethënë autentike. Dhe unë shpesh lajmin Kosovë, para media kosovare, për shembull, e ndëgjoj lajmin Beograd, media serbe, mas pare japin, pastaj këto e marrin. Ose në Tiranë. Çfarë mendimi ke për këtë zhvillim? A je pesimist që ka mu bua ala më keq? Duhet me bë sikur Gjermania që e ka ndryshuar Russia Today ose Sputnik. I kanë ndaluar. Po nëse bosat i kanë hangër ato parë, vështirë kemi ne me bëhat punë. Pse për shembull, pse Gjermania gjitha shtetet botërore kanë një ministri të informacionit. Edhe Kosova do ta ketë, edhe Shqipëria ta ketë një ministri të informacionit, informata. Bukur. Ti kontrolloj mediat. Jo ti të kenë cenzurë. Ma përkthej këtë pyetje edhe do kthejmë përsëri te këty. Zho, në Ballkan, apo mediat tona, në qoftë se i lexon nga mëngjesi në darkë, shkruen vetëm lajme të zeza. E vodhi, e boni, e grabiti, u burgos, e mbyti, e hangër, e shkoqi, e ku diun gjithat më radhë. Dans notre média, en Balkan, compris Albanie, Kosovo, Serbie, jusqu'en Bosnie, Monténégro, Macédoine, etc. Plutôt, ils s'occupent des nouvelles, dans les médias, des nouvelles noires. Des trafiquants de drogue, il a tué, il est mort, quelque chose. Pourquoi cette... Black. Ça intéresse. Everything black. Yes. A ndodhen edhe në Zvicër këto vjedhje, këto vrasje, këto drogra, këto gjëra, edhe nuk i japin mediat, apo nuk ndodhin fare? Kjo është pyetja. Pra, a mundesh më na përkthej tamam kështu? Est-ce qu'en Suisse, est-ce qu'on a aussi des gens qui le tuent, que les gens qui le meurent, mais on ne va pas trop en Suisse? Ben, la question est très simple. Est-ce que vous voulez savoir si les trains partent à l'heure? C'est ça la bonne nouvelle que vous voulez savoir tous les jours? Quand un pays marche bien, c'est pas intéressant. Bien entendu, si le train ne marche jamais à l'heure, le jour où il part à l'heure, c'est intéressant. C'est ça la question de la nouvelle positive, c'est toujours ambigu. Ce qui ne marche pas est à améliorer. Voilà, c'est pour ça qu'on met l'accent là-dessus. Maintenant, pourquoi il y a trop de faits divers? Ça, c'est un choix médiatique de rédaction. Kjo në varë këtë prej redaksive, se në çfarë përqëndrohen, në lajme zeza, apo në lajme më serioze. Dhe edhe këtu ka lajme të tilla, po më shumë media bulevardeske, po këtu megjithatë nuk është media si në Ballkan. Nuk e di ja u përkthy tamam pyetja, vetëm ndoshta me ditë, a ndodhen edhe këtu këto gjëra vjedhje dhe drogra gjëra dhe nuk i publikon media, apo këtu nuk ndodhin fare, është gjithçka në rregull. Pra këtë desha me pyet. Est-ce qu'il y a des trafiquants de drogue aussi et tout ça, des vols que les médias ils cachent? Ou bien il n'y a pas. Apo nuk ndodhin fare. Ou bien on n'a pas de trafiquants, de vols, de viols, Mais les problèmes sont les mêmes partout. Simplement, c'est une question de proportion, c'est une question aussi de qui on parle et pourquoi. Il y a des médias qui sont spécialisés sur le fait divers, c'est ce qu'on appelle les médias qui sont du boulevard, comme on dit. Ouais. Et puis, il y a des médias plus sérieux qui analysent les informations, etc. et tout. Mais l'humanité est ce qu'elle est partout.
Et comme je disais tout à l'heure, qui est important, est-ce que vous voulez savoir si les trains partent à l'heure? C'est ça qui vous intéresse? Si thash më parë, mediat janë dy lloje këtu. Bula vërdheske, do të thonë që Po, pyetja ishte nef, a ka dhe të këta ndodhinat këshia, apo mendoj, apo veç të na ka, vlla? Jo, Këtu problemi. ka dhe Se edhe këtu ka, këtu në media s'lexohen ka shumë. Shumë rrallë. Dje par dje ki pas vrasje. Po vrasje s'mbulohet dot, po flas për këto, ty na ne edhe pulën me vjedh këshisë nxjerrim lajm, valla. Lajmet e zeza më shumë të interesant, për shembull unë dështë ta shtoj të lajmet e zeza. Për shembull Tribun të Zhenevë që 5-6 vite shkruan se mafia shqiptare është në Gjenevë. Dhe shumë thjesht një gazetar shqiptar kur e dëgjon këtë lajm, habitet. Dhe marr telefon zëdhënësin e policisë Gjenevës, e marr, ma bën një kontakt me shefën e policisë. Dhe mora ata dhe shkova bëna intervistë. E pyeta zonja Monika Bonfanti, shef e policisë, e thash zonjë, thash, bili të qesh, ju me këtë mafia, mediat, në Zvicër që shkruj, nuk është se humbët vetë sepse reputacioni i marrë shqiptarve, por njëkohësisht i humbët edhe Gjenevës ndërkombëtare. Policia juve shka bon, bili thëmë të qesh. Po, bravo. Bravo shumë mirë këtë thamë. Thas, zoti Maliqi, a i një gazetar, po. Ju për me shqit një mall me një titull me bombë, do të me lënë bombastik. Edhe media tona e japin një titull bombastik, mafia albane, që mu shqit gazeta. Në fakt, nuk ka mafia shqiptare në Zvicër. Po në shlus, pik. E po shumë keq që, edhe këtu. Po mirë, media korruptuar edhe kjo patjetër. Unë disinformimin nuk e kam qef, realisht unë personalisht nuk e vlerësoj shumë. Tash për me shit një gazetë me prish imazhin e një shteti tjetër, domethënë kjo është absolutisht absurde. Zho, ishim një tur në Maqedoninë Veriore, si kalove personalisht dhe çfarë të bëri më shumë ti për shtypje? On était ensemble. Oui. Moi, avec 10 journalistes. Avec lui aussi? Oui. Et aussi... Si u ndjeve dhe çfarë të bëri për shtypje? Aussi, Alfin, il était avec nous, au Macédoine du Nord. Et votre impression, comment ça a été? C'était très intéressant pour moi de visiter ce pays, parce que c'est la première fois que je le voyais, donc c'est un petit pays quand même, 1 800 000 habitants, il y a quand même 110 000 Macédoniens en Suisse, donc ça représente presque 6% de population active en Suisse, donc c'est très important pour la Suisse. Il y a aussi un accord de libre-échange entre la Suisse et la Macédoine. Donc c'est intéressant de voir, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est une forme de tolérance. Quand on est dans le pays et qu'on écoute le muezzin et l'appel à la prière, ça veut dire qu'il y a quand même une tolérance dans un pays entre les religions, entre les gens, etc. Ça, c'était quand même assez impressionnant. Ishte shumë interesant, por kundër zhvillimeve në rajon, Maqedoni megjithatë është një situatë më stabile, njerëzit janë më tolerant dhe gjithë ato religionet që i pam ato xhamia ku i gjon ato tolerancë, ato bashkëpunim mes veti njerëzit, kjo është shembull dhe kam diktuar atje se janë pas kthimit në Gjenevë, patëm një konferencë shtypit siç e shefni aty në fotografi para gazetarëve botror dhe ambasadorët të ndryshëm që ishin. I shpjeguam gjitha gjërat që kemi pa. Edhe ishte aty te Altin, ishte çështja te se sot i ke përveç kosovarëve që janë këtu, shqiptarëve nga Shqipëria, nga Lugina Preshevës, po kemi një numër të madh edhe shqiptar nga Maqedonia, 100.000 shqiptar janë të Maqedonisë këtu. Në Zvicër. Po, një numër. Oui. Këtu jeni kanë edhe të statuji Gjergj Kastriotit në Gjenevë, ku është në fakt? Çdo përvjetor është buz liçenit pranë OKB-s një disa metra. Është merite Astrid Lekës, një veprimtar indjer që jetoi 100 vite. Dhe për çdo vit, për shembull, kur është përvjetori i Skënderbeut, i vdekjes ose i lindjes, e bëjmë një vizitë, lule qojmë. E këtu është interesant, kur kemi qenë me një grup gazetarës në kufi ka Venecia, kjo Albana. Ka Venecia. Po, edhe hinëm me një kish, edhe aty ishte si vap, ishte do ceremoni punë dola jashtë, për shkak të vapës, edhe më dha një kartë me shikuar asish kur peshok Albana. Edhe Altin shumë interesant më duk, Albana, kjo ka një lidhje me shqiptaria. Edhe po e pyes aty një plak, shka është kjo punë Albanës? Tha, okupatori albanezi Albana, këtu ka qenë okupatori shqiptar, qysh okupatorit, po, ushtria Skënderbeut ka këtu ka lëviz, bile dalte kije, thot, Këstjela Skënderbeg.
e pam taksit drejt. Drejt atje. Isha korreshtar ta shoh, unë kjo kufi. Unë një provincë, a shef karabinieri aty provinca de Albana. Është shumë interesant. Dhe ne jemi gazetar, do të si Shqipëria apeloj tek Shqipëria, institucionet shqiptare, po edhe në Kosovë që të paguen historian. Kjo unë e kam qelluar rastisht këto, ha. Edhe do me thonë origjinat i gjejmë rrënjët tona të kombit ton të shqiptarëve se ka një jetues. Do kemi një kohë, një herë tjetër, nef do të shkojmë bashk, do të sillim një dokumentar me metrazh gjatë. Po. Dhe t'i sillim gjitha në Gjenevë, Lozan. Edhe në Francë do të shkojmë bashkë. Në Francë, gjitha ku ka histori shqiptare, do shkojmë patjetër ta sillim dokumentar. Është një qytet aty në Francë, shkruan qyteti Albania. Albane. Qyteti Albane. Po, bili shkruaj një artikull në Sisa dhe Majme para 20 vites, një shqiptar ka kërkuar azil në Shqipëri. Një shqiptar en Albane, il a demandé asile en Albanie. Il a une ville ici vers Annecy, pardon. Annecy, il s'appelle Albane. C'est incroyable. Po. Nef, si e ka emrin Pierre fotografi? Pierre Viro. Viro? Ouais. Pierre Viro. Pierre Viro, thank you very much for all the pictures. Yes. Në fakt, të janë fotografi që i kemi po vetë në telefonin tonë. Jean e kam i pyetje për Jean. J'ai une question, monsieur Jean. Po, kemi takuar në Maqedoninë Veriore Zavend kryeministrin Mexhiti, kemi takuar ministrin Arben Taravari, kemi takuar zotin Ali Ahmeti të BDI-s. Ouais. Kemi takuar Nën Terezët, shtëpinë Nën Terezës. Edhe muzeun e Nën Terezës, kemi takuar dekanin e Tetovës, kemi takuar ish presidentin e Maqedonisë Veriore, kemi takuar ambasadorën e Zvicrës me mision në Maqedoninë Veriore. Cili takim të bëri më shumë përshtypje në të gjitha takimet që ishen në Maqedoninë Veriore? Që të duk interesant dhe zbulove diçka interesante. Monsieur Mouzi, comme vous savez, nous, même M. Altine et moi, et encore 9-8 journalistes, on était ensemble pour faire cette visite au Macédoine du Nord. On a rencontré le vice-premier ministre, premier ministre M. Izet Medjiti. Après, on a rencontré le maire de Tetovo, Bilali, M. Bilali. On a rencontré aussi Jadin Morati, premier président de l'Assemblée de Macédoine. On a rencontré ancien président de Macédonie. On a rencontré aussi en même temps l'ambassadrice suisse à Skopje. Aussi la maison, le musée de Mère Teresa, oui. Une mosquée à Tetovo et Tessara. Quelle est votre impression pour cette... Qu'est-ce que vous avez provoqué, qu'est-ce que vous avez vu, quelque chose d'intéressant, votre impression de cette visite? Les choses importantes qu'on a vues en Macédoine du Nord, c'est la grande question que se pose aujourd'hui ce pays par rapport à, d'une part, les États-Unis, pour lesquels une grande partie de la classe politique est quand même très favorable, et de l'autre côté, l'attrait pour l'Europe, parce qu'ils veulent rentrer en Europe depuis maintenant de nombreuses années et c'est difficile. Ouais. C'est ça le problème qui était posé. Aujourd'hui, c'est encore plus fort avec la situation, avec les décisions de Donald Trump, et c'est un véritable dilemme. Peut-on choisir l'un sans oublier l'autre, ou faut-il choisir l'un sans l'autre? Et ça, c'est vraiment la question clé que nous avons vue là-bas, et que je pense qui est importante. Një çështje shumë e rëndësishme, qelës i kësaj vizite ishte sepse Maqedonia ishte një lloj sandviçi mes shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat edhe syti kanë ka SBA, nga Washingtoni, njëkohësisht edhe nga Brukseli, nga Bashkimi Evropian. Edhe Maqedonia është në ullkryqe në këto zhvillime tash ndërkombëtare, me ndryshimin që nga Ukraina, tjera geostrategjike ka ndryshu. Dhe ka edhe amerikanët pretendojnë që ta kenë influencën në Maqedoni. Është një lloj lufte mes Brukselit dhe Washingtonit ta kenë dikimin aty, politikisht dhe ekonomikisht. Këtë e thot Jean. Po. Atëherë, ma bëj pyetje siç e bëj unë Neft për Jean. Thuaj, pyete çfarë kuptove mes shqiptarëve të Maqedonisë dhe maqedonësve? Qu'est-ce que vous avez... Si kuptove raportet mes tyre? Comment vous avez vécu ou bien comment les rapports entre Macédoine et les Albanais dans la région? Comment c'était?
Je pense que j'ai dit tout à l'heure une chose importante, il y a déjà une grande tolérance, par exemple avec la religion, puisqu'on peut entendre le muezzin dans les rues, ça veut dire qu'il y a une tolérance. Évidemment que nous devons visiter certaines régions comme à la ville de Tetova, qui est la grande ville albanaise de Macédoine, avec ses intellectuels, sa culture, etc. On voit qu'il y a une riche culture très importante albanaise. Kjo mua si që thash përpara, po folin Neman, si që thash përpara, në pëlqej ajo toleranca, për shembull rrugëve ndëgjon ezanin, njëkohësisht ndëgjon edhe komunat e kisha, edhe këto nuk qojnë pesh atje, do me thonë njerëzit janë të afruar edhe është një pasuri e tyre mes veti. Pastaj në Tetov pa intellectuels et académiques et tjerë. Mais bien évidemment, il y a les problèmes historiques très importants qui font qu'aujourd'hui, il y a un problème, de toute façon important aussi démographique, et il y a des problèmes de disputes internationales. Et donc la Macédoine, aujourd'hui, est un petit pays qui est aussi pris en sandwich dans les intérêts internationaux. Ouais. Et je pense que le grand problème, il est là, c'est que les Macédoniens pourront décider complètement par eux-mêmes, ils sont aussi sous pression. Et le problème maintenant, c'est vont-ils arriver à trouver des solutions, les bonnes solutions pour eux? C'est le problème que tout le monde a en Europe aujourd'hui. Surtout démographique, avec les Bulgares, qu'est-ce qui se passait avec aussi avec les Bulgares, mais ouais. Pas seulement. Ouais. Po presidenti i APS-it po thotë se situata është pak edhe e komplikuar në Maqedoni për shkak se janë sandviç mes dy forcave, domethënë në dy ndërkombëtarëve, dhe është problemi edhe demografik, sepse bullgarët tash kërkojnë të jenë pjesë e kushtetutës së Maqedonisë. Dhe njëkohësisht kuptuam atje sipas burimeve tona, kontaktuam shumë njerëz, sot në Maqedoni janë 150.000 Macedon me pasaporta bullgare. Dhe kështu që ndryshon kjo strukturë, pranohen si minoritet, shqiptarët do të prinë. Kupton? Sepse është baraz thuajse Macedon me shqiptar. Dhe nëse bën ata bullgarë do të ketë probleme Maqedonia. Ti personalisht, si e kuptove raportin mes shqiptarëve Maqedonisë dhe maqedonësve? Si është raporti? Raportet la shkum kafe, restorane, hynëm ku janë Maqedon shqiptar, nuk kishte probleme. Jo, flas jo si vizitor, si turist mund të kalosh shumë mirë, po flas sipas informacione investigative që i ke marrë, ashtu si janë raportet. Sa janë shqiptarët e Maqedonisë? Shqiptarët janë në krahasim me Kosovën, sidomos me Luginën për shevës, shqiptarët janë të avancuar në Maqedoni, hë për hë. Por nuk do të thotë se jemi të kënaqur. Shqiptarët në Maqedoni ka diskriminime. Ka në gjuhë diskriminime, ka diskriminime tjera në papunësi, në polici, dhe kështu që autoritetet tash që kanë marrën këta trinë të ndorë qeverin, këta du të bëjnë kushte, të kërkojnë kërkesa më të mëdha pranë qeverisë së re të Mickovskit. Sepse çdo herë shqiptarët kanë qenë në shënjesër të diskriminimit, qoftë në Luginë Preshevës, njëkohësisht edhe Maqedoni, por megjithatë nuk është situata është e mirë, por nuk është edhe aq lula. Ka ende me heste para shqiptarë në Maqedoni. Si e komenton situatën e shqiptarëve në Luginë e Preshevës sot? Situata është e ndërlikume, sepse siç e dini, aty shqiptarët e Luginës, nëse bëjmë në krahasim me serbët në veri, shqiptarët në Luginë janë të diskriminuar edhe besa të shtypur në çdo sferë. Mungon flamuri, kemi probleme tjera, për shembull me papunësinë, kemi probleme tjera me shlyerjen e adresa, rreth 6.000 adresa, është një spastrim etnik i msheft diskretëmo. Pse nuk diskutohet kjo ma shumë ndërkombëtarisht, nuk ndëgjohet gati kur këtu në mediumet për shembull? Unë ndoq edhe Këshillin e Sigurimit kur foli zonja Gërvalla, aty bili me një medium pak e kritikova se nëse ai gjurist ministri i jashtëm ai foli gjithë për pakicën serbe në Kosovë, u desh me mbyll gojën që edhe ne kemi disa vëllezër që janë të shtypur, që janë të diskriminuar, por zonja Gërvalla nuk foli aty. Megjithse Albin Kurti çdo herë në Këshillin e Sigurimit dhe çdo vend ku shkon ose në Davos ose në takime me autoritetet zvistrone ka përmend Luginën e Preshevës se janë të shtypur. Vetëm se kështu edhe për të mira duhet me pas reciprocitet me Serbinë, po edhe për të këqija duhet me ja përmend. Qysh për kërkon drejtat, sepse serbët në Luginën serbët në Kosovë janë të privilegjuar edhe të limuar nga ndërkombëtarët, po edhe nga qeveria e Kosovës.
Njëkohësisht edhe ata me miliona jipen Serbia, qeveria serbe i ndihmon. Dësa shqiptarë në Luginën në Preshevës, tash ka filluar qeveria e Albin Kurtit të ndihmon shqiptarët. Por Tiranë mos flasmi, nuk ka Tirana, qeveria Ramos nuk e ka ndihmuar Luginën e Preshevës. Vjen keq, për shkak se edhe pse e ka me Konstitutën e Republikës së Shqipërisë, e ka që të ndihmoj shqiptarët jashtë kufive. Me këtë çështje bisedova, takova në Prishtinë edhe presidentin shqiptar, zotin Bajram Bega. E ftova një vizitë Luginën Preshevës, të japi fryma saj toke shqiptare, që frymon Shqip, po edhe vizitat ju ndalë. As financa nuk kanë ndihmesa. Bile, vetë shqiptarët e Luginën Preshevës, si Shqipëria në Kosovë, përmendën më shumë kur fillojnë zgjedhjet, çdo 4 vite, edhe na harrojnë. Çfarë mendimi ka pas Jean për popullin shqiptar edhe që ka do tani realiteti Përgjithësi, apo jo? Përgjithësi, po mos ka pas nashtë ndaj paragjykim që ka lexuar mediume se dia ka pas kontakte personalisht edhe si ju ka do tani realiteti kur e ka vizitu Kosovën. Lutem, edhe nëse ka pas një paragjykim, a ka marrë personal, ka njohur këtë paragjykim. Avant visiter Kosovo, avant rencontrer les Albanais, qu'est-ce que vous avez pensé pour nous, les Albanais? Et puis quand vous étiez au Kosovo, au Macédoine, vous avez eu les Albanais des contacts. Maintenant, est-ce que vous avez changé quelque chose chez vous ou bien vous avez pensé toujours que... Et comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que sur notre station Radio Zone, dans la région de Genève, nous avions fait une émission sur le Kosovo avant l'indépendance du Kosovo, pendant plusieurs années, donc pendant 2-3 ans. Radio Nevet ka pasur një émission spéciale pour me mërgjimtarët shqiptar nga Kosova, para lufte. Et nous avions déjà eu des problèmes aussi avec les Serbes qui étaient assez, comment dirais-je, pas très contents, disons, ils essayaient de faire des pressions, mais on a discrètement, mais tout de même, nous avions tout simplement choisi de faire ces émissions pendant 2-3 ans. Après, bien entendu, quand le Kosovo est venu indépendant, ça peut être nécessaire parce qu'il y avait, pour la communauté, assez de moyens de s'exprimer. C'est souvent le problème que nous avons avec les gens, dans les émissions avec les communautés étrangères, c'est que tant qu'elles n'ont pas de moyens, ou dont le pays n'est pas libre ou pas assez libre, dans ce cas-là, ils ont besoin d'une voix. Et dès que ça va mieux, ben, ils ont des moyens technologiques, l'étranger et tout. Et donc, c'est plus nécessaire pour nous d'intervenir. Ouais. Në radiozonën që ndëgjohet në Gjenevë, në Francë, në Zvicër, kemi pasën para pavarësisë edhe disa biseda me shqiptarët, me komunitetin shqiptar në Gjenevë dhe në Zvicër, dhe besa kemi pas presion nga serbët, pse po merrni ata, pse po merrni këta, do me thonë që t'ja mbyllin gojën, ta tregojnë realitetin për regjimin që si sillet në Kosovë dhe të tjera, do me thonë kjo ka ndodhur para luftës deri tek pavarësia e Kosovës. Au Kosovo, vous y étiez? Oui, alors ce n'est pas une surprise d'aller au Kosovo, puisqu'on avait déjà été, on peut dire, initié avec la culture albanaise d'une manière générale. Mais aller au Kosovo est intéressant. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, arrivé à Pristina, c'est de voir quand même que dans un pays musulman, la principale artère du pays porte le nom d'une sainte catholique, avec au bout la statue du président américain. C'est quand même assez saisissant. Ouais. Shumë impresionant sepse kemi qenë për shembull në Prishtinë kemi pa shumë ndryshime të mëdha dhe tolerante edhe statuse të jo muslimanëve dhe muslimanë aty e praktikojnë e shifën që praktikojnë po edhe shumë janë tolerant dhe nuk çon pesh pse e vënë një status të jo muslimane, për shembull siç është Clintoni statuj kemi edhe të tjera shumë edhe Nën Terezën që normalisht që e përkrahin krejt. Në koncept jashtë gazetarisë, çfarë mendimi ke pas apo ke në përgjithësi për popullin shqiptar? Aujourd'hui, que pensez-vous pour les Albanais? Vous savez, on a ici une grande diaspora qui amène l'argent, qui l'aide. Nefa, jo për diasporën. Lutem, ma bëj pyetjen se më duhet me mori përgjigje që që më të dashtë. Que pensez-vous pour les Albanais, en général? Për popullin shqiptar, çfarë mendimi ke pas, apo çfarë mendimi ke tip personalisht? Vous avez connu, par exemple, maintenant aujourd'hui aussi, je suis... Edhe sot do të bëna gazetari ju, ne mund t'ju për flasë, keni takuar, vous avez rencontré M. Kadare, vous connaissez Madame Mère Teresa, hein?
Que pensez-vous pour les Albanais, en général? Jo, ne fa, dhe herë, ne kemi personazhe të shuar atë kombit shqiptar sa dush. Nuk po e pyes as për Kadarejn, as për Nën Terezin. Ja, Po e do pyes të më thonë. për thelbin për çfarë mendimi ka ky për kombin shqiptar, për shqiptarin përgjithësi kur i bjen mend shqiptari, çfarë mendimi ka në përgjithësi për shqiptarët. Pa marrë parasysh personazhet e shuara që kemi. Pra, anon nga pjesa kur e mendon që është shqiptar, shqiptar janë këta, apo e mendon ndryshe, apo si jam të drejtu mirë pyetje, po se më thuash se di atë frangjisën më bë direkt kështu si duhet. Monsieur Président, que pensez-vous aujourd'hui pour les Albanais? Comme un peuple, comme une nation. Alors, vous me demandez de prendre des positions politiques. Je suis un journaliste, je reste très factuel. Pas politique, mais en général, les Albanais. En général. Oui. La question c'est que il y a un désir, bien entendu, chez les Albanais de réunir, de faire une grande Albanie, qui se heurte, bien entendu, aux intérêts politiques d'une partie de la cause européenne, y compris de la classe internationale. Lorsque la Yougoslavie a été dissoute, on peut dire défaite, on a séparé, bien entendu, on a créé des nations dans la Yougoslavie, à l'intérieur de la Yougoslavie, pour obéir à ce qu'on appelle comment dirais-je, on défendait l'état de droit, on ne voulait pas, en quelque sorte, casser les frontières de l'ex-Yougoslavie. Et ça, c'est le problème numéro 1. L'Europe n'acceptera pas une grande Albanie, en tout cas pas pour le moment. Ça, c'est un problème. Ambësiet e juve të shqiptarëve e di shumë mirë që ju dëshironi ta keni një Shqipëri të madhe, që ne i themi një Shqipëri natyrale. Dakor? Dhe kjo do të ka qenë Jugoslavia me mini shtete, mini republika. Ka pasur 6 republika dhe 2 krahina, Kosova dhe Vojvodina. Dhe coptimin nuk e ka pritën aq Evropa, po mos harroni se që kjo Evropë e kundërshton, për momentin e kundërshton bashkimin e shqiptarëve. Kjo Evropa. Që e ka toleruar Miloševićin, që kjo Evropa edhe nuk don, po rënoft Amerika. Okej. Po Amerikë ne s'kemi ashtu. Prap shumë bukur. Deri tash keni qenë në Maqedoni Veriore, keni qenë gjithandej, sapo jeni kthyer nga Kina bashkë me nefen. Ku është udhëtimi i radhës i juaj si shoqat? On était au Kosovo, Macédoine, on était en Chine. Oui. On a visité. Comment c'était en Chine? Ku do jetë udhëtimi i radhës? Prochaine. M'duket ma ke përzi për kthimin sot. Prochain voyage. Alors, pour répondre à la question chinoise, c'est extraordinaire de visiter la Chine parce qu'on voit un pays, il y a deux Chines. La Chine de la campagne, qui est relativement assez pauvre, puis il y a la Chine des villes, qui est une grande technologie, c'est une vie technologique très importante. C'est pas dire que ça marche tout très très bien, mais en tout cas, ça fonctionne pour 1,4 milliard d'habitants. C'est quand même pas mal. La deuxième chose, pour le voyage prochain, il y en a un qui est prévu pour le Liechtenstein, un autre qui est prévu au Kazakhstan, et bien entendu, pour l'année prochaine, en Albanie. En Albanie. Je proposais pour visiter en Albanie. Ça dépendra de lui, parce que c'est lui qui nous fait les contacts. Varet ky zoti Mariçit, ai do të kemi koordinues ndërkombëtar. Absolutisht. Që mund ta bëjmë një takim atje. On est intéressé. On est intéressé parce que sepse kemi hesën në Kosovën, Maqedoninë, edhe Shqipërinë do ta kemi. Ndoshta me qeveri të re apo ndoshta me këtë qeveri, tash. Bukur. Do të presim. Edhe një pyetje personale. Po kjo qeveri do jetë përsëri më duket. Ti po thu. Një pyetje personale. Cilat janë momentet më të paharrueshme për zotin Mysi gjatë këtë karrierës së tij si gazetar? Est-ce que vous avez des moments intéressants comme journalisme dans votre métier, dans votre carrière? J'ai plusieurs périodes. Une première période a été la création d'une radio libre avec Radio Zone. C'était en 1982. Et j'ai pris la direction de la radio depuis 1984, donc ça fait 40 ans passés que je suis responsable de cette radio. L'idée était de faire une radio qui donnait la parole, non pas simplement aux acteurs de l'État, aux principaux responsables politiques dominants, mais aussi la parole aux citoyens, aux mouvements sociaux, aux collectivités, aux émigrés. Gjatë profesionit tim, karrierës tim, gjithë një kam mundruar ta kem një radio të plotësisht të pavarur nga politika, nga gjithë akterët politik, ta kemi të jem në mënyrë zëdhënës i qytetarëve, sikur ju që jeni. Mais le problème, c'est que 40 ans plus tard,
On est dans la même situation, les mêmes problèmes sont là, il y a la question des migrations, des Parce que femmes, de l'environnement. Rien n'a beaucoup changé en 40 ans. Pas 40 vitesh në këtë zanat, në këtë profesion, kanë ndryshuar shumë gjërat, kemi emigracionin, kemi të lagje tjera që përkupohemi si mediat ashtu dhe bota. Nefa. Po. Alors, une autre partie de la vie fut ensuite d'être... j'étais correspondant de guerre pendant 10 ans, surtout dans les zones de mouvements de libération, des mouvements de libération nationaux, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et après, une autre période a été d'être plutôt dans l'investigation sur les trafics, que ce soit d'armes, l'espionnage, etc. Et puis maintenant, peut-être parce que je suis un peu plus vieux, je suis plutôt sur la défense des intérêts professionnels de mes collègues. Pas lloj shkrimesh, raportimesh, për shembull investigime në kriza të luftës, dhe shumë vizita tjera që jemi marrën me gazetari, po tash edhe mosha ka të vetën dhe ka ndryshuar gjanat në terren. Domethënë ka punu edhe në vende ku ka pas luftë. Po, Ka në për situata të rrezikshme vetë. C'était dangereux, dans les pays où il y a les crises, il y a les conflits. La guerre, c'est pas Netflix, hein, c'est pas tous les jours le sang, le combat. La guerre, c'est la destruction psychologique, morale et économique des gens. Et c'est bien plus terrible à voir et à expliquer. Parce qu'on comprend à ce moment-là pourquoi il y a une guerre, les causes de la guerre. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est pas de l'action comme à la télévision. Donc c'est ça qui est plus difficile à montrer, mais c'est ça la vérité des guerres. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la même chose. Lufta nuk është vetëm se fronteriale, në front të vritë njerëz, po edhe e kanë edhe atë luftën tjetër, anën psikologjike edhe interesat të ndryshme, qofshin edhe jo vetëm politike, po edhe ekonomike. Edhe një pyetje për këtë temë. Si gazetar që ka punu 10 vjet në për vende ku ka pas krizë dhe lufta të ndryshme, a mendon që është rrezik që mund me kriza për lufta në Ballkan dikur tash në vitet e ardhshëm? Pensez-vous, parce que la situation s'achauffe ces derniers temps, pensez-vous qu'il y aura une autre guerre quelque part en Balkan? Parce que, comme vous savez, au Kosovo, il y a pas mal de provocations par la Serbie, avec Banska, avec Iber Pence, on a Bosnie avec Dodik. La stratégie de tension, ce qu'on appelle une guerre de basse intensité, est une intention voulue par les puissances pour se contrôler mutuellement. Donc les Balkans représentent le territoire idéal pour cela. Këto lufta vazhdimisht kanë qenë edhe provokohen sidomos në Ballkan. Conflit de basse intensité, il faut bien dire ça. Ouais, të cilat janë që më thonë se një bombë pa kërsitur, është e përgatitur se kush do ta filloj aty më varet. Situata është rrezik. Rrezik është e nxehtë situata, po. Para shpërthimit. Sepse kanë ndryshuar gjë stratégique tash në. Si vous voulez, ça veut dire en gros entretenir des tensions locales importantes. C'est une manière de se faire la guerre, entre guillemets, interposée. Et c'est une volonté d'entretenir des tensions, c'est clair. Parce qu'on peut les résoudre très vite, ces tensions, si on veut. Po të mbrojë tensionet, duhet me pas megjithatë një bashkëpunim edhe ndërkombëtar. Ku është, jemi në minutazh fundit nef, do mvish të lutem herën tjetër përsëri do ta kemi ndërvisë veç bashk me ty, se kemi shumë për të folur, ta zgjasim, ta lëshojmë kështu në lërë dhe ta kemi pak kufizim minutazhin, për arsye se ti ke takime me personalitete të mëdha të botës dhe na duhet një kohë jashtëzakonisht se sonde mos ta shpejtojmë që mos ta nxjerrim tamam yndyrën punës tonë që ke bërë dhe takimet tuaja që ke bërë, do ta kemi përsëri bashkë ashtu. Pyetje të fundit e kam për zotin Mysy. Ku është, sipas ti, zona më e nxehtë për konflikt apo më e tensionuar momentalisht sipas ti si gazetar dhe informacioneve? Monsieur Mouzi, que pensez-vous la tension des situations elle est plus chaude aujourd'hui en Balkan, en Ukraine, en Chine avec Taïwan, où il y a... Ku mendon ky? Paktën në Ballkan, s'po më intereson për në Taïwan momentalisht. Plutôt, ça m'intéresse plutôt en Balkan. Po më intereson për Ballkan, bro. J'imagine que ça vous intéresse plutôt. Mais vous savez, vous faites partie d'un tout. Les Balkans, c'est pas isolé du monde. Balkani nuk është izoluar nga bota. Et simplement, aujourd'hui, une stratégie de tension. Donc aujourd'hui, il y a des tensions de la Russie, par exemple, en Serbie, c'est évident. Et si les choses changeaient en Serbie, ça changerait aussi la donne. Alors,
La question va être aujourd'hui, est-ce que l'Europe va se constituer comme une force militaire? Si oui, évidemment que ça sera très intéressant pour l'Europe d'avoir les Balkans avec, parce que c'est le front sud. Ouais. Et c'est extrêmement important d'avoir ce soutien-là. Këto ndryshime geopolitike, geostrategjike, tash Amerika pak si kalon në anash Evropën, edhe besa edhe Ballkanin, dhe kështu që mbetet te Evropa ta kenë një përgatitje ushtarake, ta ngrisin numrin e ushtarëve, ta kenë ushtrinë të financuar më të fuqishme që t'i bëj ballë Rusisë, sepse Rusia mund ta dhënë shembull përmes Serbisë edhe një konflikt të ri në Ballkan. Mund, Prandaj, prandaj mundet që Evropa duhet të përforcohet më shumë. 500 milion banor i ka Evropa, i ka 1 milion. Evropa i ka sot 500 milion banor. I ka ushtrinë e ka 1 milion e gjys. Kurse Rusia ka po ashtu 1 milion e gjys ushtar ka, por ka banor 1 milion në 150 milion. Do me thonë, në proporcion me strukturën, Evropa duhet me pas më shumë ushtar. I ka 500 milion banor. Absolutisht. Edhe kështu që aty duhet me pas një ekuilibër, një balancë. Të bëj ballë. Shumë faleminderit. Do mbish? Patjetër. Do mbish patjetër. Kemi mohabet na. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Shumë faleminderit për kohën tuaj sot, për informacionet. Do kemi kohë edhe hera tjera për ka për temat të ndryshme. Ju falenderoj nga zemra që ishin në Folk Ship Show. Në fail ta thash edhe herë, bashkë kemi shumë për të folur. Po. E kemi tema të rëndësishme për të kapur së bashku në Folk Ship Show edhe për të treguar shumë më shumë për punën tonë që kemi bërë. Ju përgëzoj për programin, vazhdoni kështu. Shumë faleminderit. Jeni më të mirët. Edhe ti e luç ket. Veç të kam pak larg se të kisha qafsh tash. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous, merci de l'invitation en tout cas. Et compliments pour faire une émission depuis la Suisse sur les Albanais, parce que c'est très important aujourd'hui, quand on sait qu'il y a quand même 6 000 entreprises albanaises en Suisse allemande, c'est-à-dire au moins 10 000 en Suisse. C'est quand même une communauté forte, importante et qui est importante pour la Suisse. Shumë të japur një medium për herë të parë, medium shqiptar në Zvicër, që është një komunitet shumë i madh dhe i rëndësishëm, vetëm se në pjesën gjermane sot kemi 6.000 kompani, apo në këtë Zvicrën kemi 10.000 kompani shqiptare që drejtohen nga patronët shqiptar. Kjo është sukses, do me thënë shembull integrimi. Absolutisht. Shumë faleminderit. Faleminderit. Përcjellën me duar të rritje, unë big up on Jonës, ju përcjellim. Faleminderit shumë.